Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se ka ngritur kallëzim penal ndaj 4 personave të gjithë nga Shkupi, si dhe ndaj një 35 vjeçari nga Kumanova dhe 38 vjeçari nga Tetova, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale, trafikim i fëmijës. Siç njofton MPB, gjatë viteve 2024 dhe 2025, 2 nga të dyshuarit kanë kryer veprën përmes adoptimit të paligjshëm të foshnjës së porsalindur. MPB thekson se personi me inicialet F.A siguronte kontakte me çifte të interesuara, ndërsa personi me inicialet G.K, duke shfrytëzuar gjendjen e vështirë të prindërve dhe për të anashkaluar procedurat ligjore të adoptimit, vepronte sipas marrëveshjes së tyre të mëparshme. Në atë mënyrë, kanë arritur të bindin personi me inicialet të S.J, e cila jetonte në bashkësi jashtëmartësore me partnerin e saj, që për ndihmë financiare për 500 eurosh edhe kontrole ginekologjike pa pagesë të realizonin adoptimin e paligjshëm të foshnjës së tyre të posalindur. Gjithashtu MPB njofton se në lidhje me këtë rast, më 17 tetor 2025 ishte lidhur një kontratë huaje prej 500 eurosh ndërmjet personit me inicialet G.Sh si huadhënës dhe I.A si huamarrës, dhe sipas MPB-s, ditën e njëjtë ju paguan personit me inicialet I.A si kompenzim për adoptimin e paligjshëm të foshnjës së tyre.